Problemin më të madh kemi me këta që nuk po i shohim. Vetëm edhe një gjë. Besoni që shumë kohë okej me diskutu. E tha Burimi, nëse ke dëgjuar vëmendshëm se çfarë telefonin e madh që po thuaj kemi në dhomë, nuk pajtona me ato që tha pak a shumë të gjitha partitë janë njëjta, jo, nuk jemi të njëjta, nuk jemi njëjtë. Partitë, thash ka viktima në parti. Dëgjoj, nuk jemi njëjtë. Sepse ndryshe është kur dikush linçon edhe kur dikush me akaunta fake që jemi të gjithë bashkë, ndoshta në këtë kauz për me i menjanu, sepse nëse jo sot, ka më këthy mu nesër, ose ati tjetrit. Unë jam vetë dëshmitare këtu, kur Paris Guri ka dalë për herë të parë, si një djalë i ri, si një politikan i ri në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe unë kam reagu publikisht, edhe pse Parisi nuk ka qenë i partisë time, në mënyrën se si ky është përqesh në Kuvendin e Republikës Kosovës, jo nga militant, jo nga akauntet fake, jo nga njerëz të cilët janë diku në qoshe të Kosovës, po nga ministrat e Lëvizjes Vetëvendosje, nga deputet e Lëvizjes Vetëvendosje, nga shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, në kare kam përqesh. Dhe unë kam reagu publikisht, se e tha shumë qartë në adresimin e parë. Nëse një ri ose një re e shes se si po bëhet me një djalë i ri që ka guximin me dalë në fortore të Kuvendit edhe me drejtu gishtin për një problem, çfarë do të qoftë ai, ose për të shpërfaq një keqpërdorim, çfarë do të qoftë ai, kjo është e papranueshme. Ato po e shohin. Vetëm edhe një gjë. Problemin më të madh kemi me këta që nuk po i shohin. Vetëm edhe një gjë. Besoni që shumë kohë okej me diskutu. E tha Burimi, nëse ke dëgjuar vëmendshëm se çfarë telefonin e madh që po thuaj kemi në dhomë, Burimi nuk deshta me përsërit, po e tha shumë të qartë në adresimin e parë që këtu e kanë bazë në Serbi, e ndoshta në Rusi, e diku tjetër, e tha shumë qartë. Çfarë është më e keqja? Na nuk po mujna me nalë Serbi në Rusi, apo funditës. Por, na mujna me nalë mësë me shpërnda. Edhe me prodhu kundër narrativë. Nëse 7 lajme të rrezikshme për Kosovën prodhohen në ditje në Serbi, hiç s'po shkojnë shtetet tjera, vetëm në Serbi po nalemi, para mendo multiplikimi që i bëhet në Kosovë. Nga kush i bëhet, kush është adresa kryesore për multiplikimin e këtyre lajmeve. Dhe ju e keni pa të gjitha dezinformatat, keqinformimet, shtrembërimet, kanë qenë pikrisht e kanë godit vlerat e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, 90% rasteve. Nuk kanë lënë familje. Që kanë godit shtetin, e kanë godit çdo institucion që kemi bërë. Këtu po du me shku, prandaj, identifikuar. Mbi 90% kanë qenë goditje në vlerat e luftës së ushtrisë shqiptare si bazament i këtij shteti, kanë qenë në shtetin e Kosovës, në institucionet e Kosovës. Dhe këto unë e thash, nuk është 7 lajme dhe mundi mos më duk. Po kur këto po multiplikohen Kosova, atëherë po shkon po rritet rrezikshmëria edhe na duhet vërtet të ngritemi dhe të bëjmë alarm edhe të marrim masa parandaluese dhe ndeshkuese për këta njerëz. E thash për mua është e papranueshme nëse thuhet që fotografia ose keqpërdorimi i fotografisë nuk është vepër penale. Keqpërdorimi i zërit nuk është vepër penale. Me kodifiku si vepër penale, sepse kërkush në Evropë nuk i ka bërë këtë punë. Po të paktën çka mundemi me bosh, me pas vlera dhe standarde. Pra mediat mos me publiku videomateriale dhe fotografi të manipulume. Çka quaj media sot? Tash ky është problemi çka quaj media në vendin tonë. Sa veti ki në TikTok, që është media sociale, sa veti ki që e këshyri emision para ekranit. Tash kjo është problemi që duhet mi tregu na qytetarit. Kush është në TikTok edhe kush është para televizionit. Po ata që janë para ekraneve televizive, unë jam shumë e bindur që ata nuk merren me propagandë. Edhe nuk merren me devijim ose shtrembrim të informatës. Dhe këta e kanë targetin në TikTok, se te manipulon një djalë 3, një vajzë 3, se nuk mundesh me manipulu Burimin. Besoj tash as Parisin se ka kriju një pjekuri politike, as juve të dyve. Jo shumë e rëndësishme zona Musliu. Besom që i manipulojnë shumë lehtë 65 vjeçartë, 70 vjeçartë, 45 vjeçartë, pra njerëzit të cilët nuk janë të mësuar. Cili është numri më i madh Kosova i 65 vjeçarëve ai 18 vjeçarëve. Nëse na shkojmë te një fëmijë 16 vjeçar ose 15 vjeçar i cili tash ka hyrë në botën e internetit dhe ndjek çdo ditë materiali që është prodhohet fake newsi, ne tashmë triti kemi begit të edukuar. Target janë moshat shumë të vjetra. Njerëzit të cilët nuk dinë çu lexohet në internet. Njerëzit të cilët është edhe dëshmëri